Një lajm I hidhur vjen nga QSOT-ja, ku mjeku I njohur pediatër Bashkim Nezaj është ndarë nga jeta në mënyrë të parakohshme teksa ishte në krye të detyrës. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të sentjes, ku mjeku ishte në krye të detyrës, duke I dhënë shërbim fëmijëve të vegjël. Miq dhe kolegët kanë shprehur keqardhjen e tyre pritje nga kjo jetë të mjekut, që njihet për qetësinë dhe për kushtimin që e karakterizonte në misionin për të shërbyer të vegjëlve. Neza ishte në krye të detyrës, në turnin e shërbimit të rojës në spitalin pediatrik në QSOT, kur u nda nga jeta si pasojë një infarkti. Një qytetar shpreh keqardhjen dhe mirënjohjen për shërbimin e mjekut, duke shkruar për redaksin ton: "Përshëndetje, sot ka humbur jetën doktor Bashkim Nezaj, mjek pediatër infeksionist. Ju lutem shkruani diçka, një postim në kujtim të tij, sepse ishte nga të pakët mjek profesionist që shërbeu me zemër dhe pa asgjë në këmbim. Ai shpëtoi jetën tim biri dhe jam I sigurt që ka më mirë të tjerë që janë mirënjohës si unë." Redaksia jon I shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe kolegëve të doktorit.